mensimeve dhe publike që i bënte vetë Kurti, se atje po përgatitej një tavolinë politike me thika mbi hartën e Kosovës e tjerë. Kurti e mori përsipër ta qeverisë Kosovën në një situatë shumë të vështirë. Kurti Hoti e kam fjalën. Hoti e mori përsipër ta qeverisë Kosovën në një moment shumë të vështirë politikisht me AK-n dhe PCK-n, natyrisht. Por ishte një situatë tepër interesante ta nënvizojmë. Zoti Lumir Abdigjiku personalisht as kishte heshtur kur zoti Hoti kishte marrë përsipër leadershipin e Kosovës si kryeministër. Nuk e kishte thënë asnjë fjalë teksa ai po përballej me si më thënë, me një betejë të pamshirshme politike kundrejt tij. Dhe është ka besu për shkak që ka qenë kryeministër, të flasim me fakte racionale.